Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lirian Celibashi ka hedhur poshtë akuzat e kryedemokratit Sali Berisha për ndërhyrje dhe tetërsim të votave gjatë procesit zgjedhor. Gjatë një konferencë për media, Celibashi ofroi garanci të plotë të procesit. Çfarë është zhvilluar nën përgjegjësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jap garanci të plota që standardi, integriteti i asaj çfarë është administruar nga KQZ është i plot. Kemi të gjitha provat, jemi të gatshëm dhe jemi në gjendje të japim përgjigje çdo lloj kërkese dhe çdo lloj pretendimi për çdo aspekt të cilën KQZ e ka patur nën autoritetin dhe nën përgjegjësinë e vet. Pavarësisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është përballur me sulme kibernetike të njëpasnjëshme, komisioneri siguroi se nuk është impaktuar sistemi. Të gjitha nga jashtë. Dhe kanë qenë të krahasueshme me sulmet që kanë patur edhe vende të tjera për situata të ngjashme si Franca, Gjermania apo Estonia. Celibashi dha disa të dhëna edhe për votën e diasporës, sipas të cilit vota u shpërndan në 85 shtete të botës, duke përjashtuar vetëm 16 zgjedhës në Rusi.